Në këtë pjesë të fundit të këtij epizodi të parë të podcastit tonë, do dëshiroja të ndaleshim tek një rubrikë e cila quhet Mit apo e vërtet dhe ju na tregoni se cili është ai mendimi i parë që ju shkon tërmend. Mit apo e vërtet? Njerëzit në Volt hanë më shumë fast food se sa më parë? Njerëzit duan diçka të shpejtë dhe vetë nga emri fast food do të thotë që ajo është në krye të listës, sepse kur futen në platformë janë të uritur, individi është i uritur, mezi pret që ta ketë porosin në dorë, kështu që fast food është në krye të listës. Mit apo e vërtet, një restorant mund të rrisë shitjet pa rritur cilësinë vetëm duke u pozicionuar mirë në aplikacion? Është e pamundur. Është e pamundur. Praktikisht një biznes i rrit shitjet kur klientët janë të kënaqur me shërbimin, nuk i rrit shitjet sepse ka marketingun siç duhet. Mit apo e vërtet, në ekonominë e platformave, marketingu është më i rëndësishëm se vetë produkti? Tham pak më përpara që Wolti praktikisht nuk investon në marketing, por investon kryesisht në eksperiencën e klientit edhe në produktin që ofron.